Partitë popullore evropiane kanë cilësuar mjaft shqetësuese situatën politike në Shqipëri në prag të hapjes zyrtare të fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ata premtuan se do të dërgojnë vëzhgues në fushatën elektorale si edhe në ditën e zgjedhjeve. Është me të vërtet shqetësuese situata politike në Shqipëri. Ju keni të gjithë mbështetjen tonë. Ne shpresojmë se ju do të keni sukses dhe do të fitoni zgjedhje ashme parlamentare. Ne do të monitorim nga afër këto zhvillime duke dërguar një numër të madh vëzhguesish edhe në ditën e zgjedhjeve. Ne duhet që të mbrojmë vullnetin e qytetarëve shqiptar, si dhe parimet e demokracisë. Në seancën dëgjimore në Këshillin e Evropës, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se gjithë makineria shtetërore e qeverisë është vënë në shërbim të manipulimit të rezultatit të zgjedhjeve. Kryeministri nuk po respekton asnjë nen të kodit elektoral. Kemi ministra që u thon vrasësve që unë do të bëj këtë, ju duhet bëni këtë për votat. Ne na duhet të luftojmë sepse në një diktaturë nuk ka asnjë opsion tjetër. Çfarë do ndihmë që mund të jap Këshilli i Evropës? Ne ju jemi shumë mirënjohës. Pas 2 ditësh Parlamenti Evropian, Komisioni i Jashtëm, do organizojë një seancë dëgjimore për Shqipërinë. Ky shkëmbim mendimesh është një mesazh i mirë që i dërgojmë shqiptarëve për interesin tuaj të madh. Berisha u zotua para deputetëve të partive popullore evropiane për zero tolerancë ndaj krimit, si e vetmja rrugë që Shqipëria të shpëtojë nga kjo situatë.